Andaj po them, na duhet me punu, pa dyshim. Po mbi gjitha, nuk është parja krejt. Zoti është krejt. Allahu është gjithçka. Pa të zbohet. Tjerat pastaj janë relative. Një njëri ka dashur me ia dhonë një besimtari vajzën e tij. Edhe e ka pas problem gjendje e tij ekonomike. Normal gjendja ekonomike të vëllezër është më rëndësi. Është më rëndësi nga se ka obligime, ka kushte. Pa jo me kurzimet pa nevojshme. Apo? Ka ardhe ka pyet Hasan el-Basri rahimullah i ka thonë, filoni më ka lidh vajzën. Domthon është talebe i filan hoxhës, mëson taj, dije ka, i devotshëm gjitha, po standardin ekonomik se ka, domethënë çish duhet, se ky kur më i pasën sa atë. Ka thonë, a mi a thonë, se konfliktin i vajza, ka thonë, e te ti kur është, kush pi jep me hongër? Teja? Kënë ajë që pi jep të ti me hongër e me vesh, i jep të burri sa jep me hongër e me vesh. A kuptohem ta? Normal është, kujdesi gjitha, sebeb, ama mos e lidhë se nëse ti, si e, kanë me dekuni. Nuk ka që shtu ta. Që të mos e lidhë ta. I konë qaj që e furnizan, të baba e furnizan të burri. Se s'li ka rësën e vetë ndamë. Aja ende pa u kryu, mirë, pa donë dunja, e Allah e gjellore ka caktu. Pavarësisht a kemi konti, as kemi konti aftë. A nejtë ndërnu dhe vëzër, nëse kjo fej është përhap, edhe kamet e fuqishme, edhe është zhvillu e kështë më radhë, pa pejgamberin s.a.s. Apo, atër pa cilin babë zvazhdojët tutje aftë. Gjithkush len gjurëm, len zbrastina, po flasë veç për kushtzim të jetesës me njerë saktuar. Ta është qka bojmë na? Qka bojmë? Qajna konë të bukur u konë. Vazhdojmë tutje jetën. Qështë Abu Bekri, radiallahu ta'ala. Vazhdojmë Allah, pëtën. Se hajtë që e ka që fenë, qaj e gjallë. Qaj me rëndësia, pëtën.